Ka vijuar edhe këtë të njëjtë operacion i kërkim shpëtimit në Tropoj për gjetjen e një 26 vjeçari i cili rezulton i humbur prej 3 ditësh. Ekipet e policisë dhe të emergjencave civile të bashkisë së Tropoj zhvilluan kërkimet në zonën malore mes fshatrave Mulliç dhe Kamenic. Sipas prefekturës së Kukësit, zonat e kontrollit janë mbuluar në mënyrë të koordinuar nga qafa e Morinës, Kamenica, Koshare, Padesh e deri tek fshati Kasaj. Në të gjithë territorin shqiptar, ku ndryshoi për praninë e të humburit. Sipas prefekturës Kukës, strukturat e bashkisë Tropoj në bashkëpunim me policinë e kufirit dhe shërbimin kombëtar të kërkimit shpëtimit malor të Kosovës kanë zhvilluar kontrolle edhe në disa fshatra në territorin e Kosovës. Aty janë shpërndarë njoftime dhe fotografi të 26 vjeçarit në shkolla, banesa dhe pika të ndryshme me qëllim që çdo person që mund të ketë informacion të njoftojë më njëherë autoritetet. Nga prefektura Kukës bëjmë me dije se operacioni ka vijur me intensitet të lartë dhe bashkëpunim të ngushtë ndërmjet të gjitha strukturave përkatëse. Ndërkohë, policia e Kosovës ka bërë disa verifikime në anën e tyre të kufijit, pasi disa sinjalizime jo zyrtare se 26 vjeçari mund të jetë parë në një qytet afër zonës ku është raportuar humbja. Në kërkime kanë qenë të angazhuar 25 forca komando, 25 trupa të ushtrisë, 10 forcat e policisë së kufirit, 10 punonjës të shërbimit të zjarrfikës, rreth 100 punonjës të bashkisë Tropoj, si dhe rreth 20 banor të zonës. Iliu ndolli me nënën e tij duke mbledhur gështenja në vendin e quajtur Kamenic, ku është zhdukur papritur me datën 20 tetor. Për shkak të afërsisë me kufirin, kërkimet të ushtrinë edhe në territorin e Kosovës. Në terren u angazhuan ekipe toksore, ndërsa dronet e shërbimit të kërkimit shpëtimit malor të Kosovës monitoruan disa zona.